përkushtim e mund duhet që të arrihen edhe sukseset në sport. Gara të hapura, ku mori një mori medaljesh në rajon e Mezirë. Pjesëmarrës pas djalit dhe vajzës më të mirë, i ftoj të na bashkohen të gjithë ata që morën çmime. Kjo natë është një mundësi për t'i njohur dhe vlerësuar të gjithë ata që kanë kontribuar në sukseset e qytetit tonë, duke e shndruar kështu Prishtinën në një vend ku sporti dhe angazhimi sportiv janë një pjesë thelbësore e jetës së përditshme këtu në kryeqytet. Nuk ka diçka më të bukur se kësa kur një qytet përjeton lavdin e fitores sportive. E kjo është e vërtet në secilën disiplinë e në secilin sport. Prandaj sonte po nderojmë individ të shquar, po nderojmë edhe një frym, një angazhim dhe një traditë që na i mbush stadiumet, palestrat, arenat dhe madje pishinat tona me shpresë e me krenari. Këta individ që do të nderohen sonte janë ata që na kanë treguar se përmes sportit arrihet shumë më shumë se sa fitoria. Arrihet gjithçka që na bën të besojmë në mundësitë tona. Si drejtoria e sportit kemi qenë të përkushtuar që t'ju mbështesim në çdo hap, duke investuar në infrastrukturën sportive, duke mbështetur klubet dhe organizatat tona. Si dhe duke krijuar kushte më të mira për zhvillimin e sportit në kryeqytet. Nga ndërtimi i tribunave të reja në stadiumet e qytetit deri te krijimi i hapësirave të reja për sport dhe rekreacion, kemi punuar që sporti të jetë sa më i qasshëm për të gjithë. Në vitin 2024, përmes subvencioneve kemi mbështetur 166 organizata sportive dhe rinore me mbi 650.000 euro. Kemi shpërbly 54 laureat të sportit dhe kemi ndarë bursa për sportistë e rinj duke investuar në të ardhmen e sportit prishtinas.